Hej, du me ja u të regu një tregim. Tregimi quhet Shqiponja që kishte frikë të fluturante. Lartë në male, në shkëmbin jetonte një shqiponjë. Ajo kishte krah të fuqishëm, sy të mbret dhe një zemër të krijuar për qiell pafund. Por kishte një problem. Kishte frikë të fluturante. Çdo mëngjes, ajo shikonte shqiponja tjera duke u ngritur mbi mal. Ato hapnin krahët, kapnin erën dhe zhdukeshin mes rreve të arta. Shqiponja e re qëndronte pas. Një ditë një shqiponje vjetër vuri re që ajo të qëndronte vetmuar. Pse nuk fluturon? E pyeti shqiponja e vjetër. Kam frikë, u përgjigj ajo. Frikë nga çfarë? Mos bie. Shqiponja e vjetër e vështroi në heshtje. Pastaj tha: Nuk t'u dhan krahët që të kalosh gjithë jetën duke qëndruar në buzë të shkëmbit. Shqiponja e re pa poshtë drejt luginës. Po si kur të bie? Shqiponja e vjetër pusqeshi. Atëherë era do të mësoj se si të ngjitesh. Shqiponja e re u afrua buzë shkëmbit. Zemra i rrihte fort. Ajo e vështronte qiellin pafund. Për një çast, frika i tha të kthehej pas. Por pastaj kujtoi fjalët e shqiponjes së vjetër. Hapi krahët dhe u hodh. Për një çast të tmerrshëm, ajo ra. Pastaj era e kapi nën krah. Trupi saj u ngrit. Gjithnjë e më lart. Edhe më lart. Shqiponja e re qeshi për herë të parë. Ajo nuk po binte. Ajo po fluturonte. Vitet kaluan dhe ajo u bë një nga shqiponjat më të fuqishme të maleve. Dhe sa herë që një shqiponjë e re kishte frikë të largohej nga shkëmbi, ajo i thoshte: Frika gjithmonë do të thotë se buza e shkëmbit është fundi, por nganjëherë buza e shkëmbit është aty ku jeta jote fillon vërtet. Andaj miq të dashur, mësimi na tregon se ti mund të mos zbulosh kurrë se për çfarë je i aftë derisa të jesh mjaftueshëm i guximshëm për ta lënë pas vendin ku ndodhesh i sigurt.